Mbledhja e janarit e Këshillit Bashkiak të Shkodrës është përfshirë nga debatet tonet e larta, ku protagonistë janë bërë dy anëtarë socialistë këtij këshilli. Këshilltarja Warda Gjeka debatoi ashpër me kryetarin e Këshillit Bashkiak Oltyn Luli, edhe pse të dy i përkasin një grup politik, atij socialist. Gjeka dhe Luli debatuan lidhur me një diskutim për një draft rregullore dhënien e titujt të nderit. Në këtë rast janë komisionet e përhershme, e ka përcaktuar ligji, nuk e kanë përcaktuar, të cilët kryejnë këtë funksion. Nuk e kryon këtë funksion. Unë vetëm thjesht baj programimin nëse kam një kërkesë për mbledhje komisionit, qoftë komisionit të çështjeve ligjore, qoftë komisioneve përkatëse që lidhen me rastin e fjalë, për emërtesat dhe vlerësimin e figurave. Nëse ju njihni këtë procedurë, nuk është në dorën time me fut apo jo në rendedis. Është kryesia që e propozon Këshillit. Unë pasoj një herë mirë. Nëse jeni dakord, kjo është procedura, nuk e kam ndërtuar këtë procedurë. Kjo është procedurë që është rregullore. Unë po zbatoj një këtë rregullore. Dhe prandaj po ju them, drafti i rregullores me projekt aktin është diçka tjetër. Ju lutem, projekt aktin depozitoni tek zyra e protokoll arkives dhe vjen në rrugë ligjore tek vet, jo nëpërmjet doravisht, sepse kjo nuk funksionon. Kjo është rruga. Atëherë pyetja që kam është pse keni çuar përmendim tek zyra juridike? Përpara se të vinë, pra për të kaluar tek miratimi i komisioneve, ne marrim mendimin e zyrës juridike. E ka të përcaktuar me rregulloria. Jo, rregulloren e ke të përcaktuar. Atë veprimi që zyrës juridike e ke si mas nenit 70 rregullores. Nenit 70 rregullores, do thotë që duhet të jetë një projekt akt. Atë thotë kështu, pse ja ke quajtur ja pas ke çuar para kohet? Lutem shumë, po ja kam çuar para kohët. Ke ka procedurë. Për mi para prit. Mi para prit kujt? Për mi para prit, si objekti i diskutimit. Çfarë zgjidhjet? Po nuk ka asnjë fuqi juridike mendimi drejtorisë juridike për një draft rregullore me vendim Këshillit. Po s'ka. Se ta thot rregulloria, se drejtoria juridike e shikon dhe e shqyrton vetëm për sa i përket elementeve financiare që mund të ketë një propozim. Aty nalet. Patjetër që po. Ligja zoti Luli, ju nuk jeni këtu për me vu vetën e me na mbyll gojen. As nuk jeni këtu me na imponu mendimin tuaj, sa është disa ta herë që e bani këtë gjë. Dakor? Të lutem, o ta dëgjojmë njëri tjetrin në mënyrë të barabartë, edhe me respekt, sepse ju jeni tjetër profesor, jam jurist, dhe nëse është për këtë gjë ju duhet më gjoni mama dhe mami se di dy gjana më shumë se ju. Unë më gojë ju në çaj ju me shumë vëmendje. Dakor? Dhe ky është mos respekt që ju tregoni për dytën herë për mua. Aq më tepër që jam pjesë. Aq më tepër që unë jam pjesë e të njëjtit grup me ju, dakor? Po, dha shumë e shëmtuar kjo që bani. Tani nuk mundesh të më imponoj mua mendimin juridik. Kush po të imponon mendimin juridik? Ju po impononi mendimin, ju po impononi. Je gabim. Nuk e ke respektu rregullore, ndashë disa ta herë që kam hesh, sa herë që ti nuk e respekton rregullore. Tani mjaft me këtë punë. Nëse nuk je ngjallje me njoft rregullore, nëse si ngjallje me Allah respektu ti bane, hiç rregulloren unë jam shumë mirë. Në momentin që nuk ju pëlqen ju, jeni kështu. Mirë.